Na ndodh të gjithëve të rastisim me njerëz të cilët janë mosmirnjohës. Është një fenomen jo pak i përhapur, një fenomen që në fakt ndonjëherë pa dashur edhe ne mund kemi qenë pjesë pa e kuptuar. Por problemi është kur nuk është vetëm i tillë pa kuptuar, por kur bëhet me qëllim. Ne do të kemi sot në ndryshim nga herët e tjera jo dy skenime të saktë dhe të gabuar, por do të kemi një diskutim të thjeshtë, një bisedë të thjeshtë mes meje dhe koleges time Ivës, të cilën unë ftoj të bashkohet, për të treguar një skenë të ngjashme ku ndodh fenomeni i mosmirnjohjes. Të ftoj që të na... Po, edhe e gjitha se si vazhdon një bisedë ku ndodh ky si fenomen. Do të na ndjekësh dhe më pas do të vazhdojmë edhe me diskutimin edhe argumentet e tjerë. Antoneta, disa e nervozuar jam? Çfarë ka ndodhur? E bëra dia të projektin dhe ndihmova kolegun ton të dashur. Mirë që nuk mora asnjë faleminderit, po sot kaloj aty dhe as nuk foli, as nuk përshëndeti, nuk tha as mirëmëngjes. Do të thënë jam shumë e fyer. Shiko, njerëz mosmirnjohës na ndodh gjithëve që të rastisim. Po u lodha më Antoneta, dhe u lodha dhe njeriu e merr dhe thotë faleminderit, pyet a u lodhe. Nuk e kisha për detyrë, bëra vërtet se kisha kënaqësi se kam koleg. Po prisja gjithsesi një faleminderit, një mënyrë të shprehuri për nderin që i bëra. Mos e merr shumë afër vetes, është thjesht mosmirnjohës, një nga shumë të tillë që ka vërdall. Po ka shumë. Është ti e bëre për veten tënde, ki e parasysh për herë të tjera. Që ai ta tregojë se si është, si njeri, se ajo është i pari karakterit, nuk është. Po mirë, pse duhet të mërzitem unë për një mosmirnjohës? Domethënë pse duhet më lëgjur mua? Nga që je lodhur për i je impenjuar dhe duke menduar se si ti do të cillesh, ti pret të njëjtën gjë që kishte bërë ai, ti do e kishe falendëruar. Patjetër. Ai nuk e bëri atë njëjtën gjë. Kjo tregon për ty, ajo tregon për atë. Kështu që mos e vrit mendjen. Do të shiko bota është rrotullohet, ë? Rrotullohet, ose ti po thua që herën tjetër nuk duhet ta ndihmoj apo nuk duhet të bëj herës tjetër të njëjtën gjë. Qofse ai të ndihmon ty, as ti mos e falendero. Tregohu edhe ti mosmirnjohëse. Mendoj që apo po ta mendoj thellë mbase mos e ka bër edhe pa dashje, po jo mirë mund të ketë harruar djet, më thot faleminderit, por sot duhet besoj që duhet më kishte falenderuar, paktën përshëndetur. E vështirë që të jetë pa dashje. Gjithsesi nuk i dihet, ë, se nëse megjithatë më bëri mirë diskutimi me ty, sikur u lirova pak. Nuk do ta vrasësh më mendjen, edhe faleminderit. Sa gjë tillë më thuaj edhe. Faleminderit. Një përqafim duaj. Bravo, faleminderit. Mirë, unë po largohem, ndërkohë po e ndjek bisedën nga këndi tjetër. Unë po reatohem që të ulemi e të flasim edhe për pjesën e skenimet, shumë origjinale pas, aktrimin. Faleminderit, u përpoqëm, improvizuam diçka për të treguar miqve që na ndjekin, por edhe për ta pasur më tishtë bisedën se si ndonjëherë një veprim që mund të duket ndoshta nga ana tjetër, ndoshta ka ndodhur dhe pa dashje, por mund të ketë impakt tek pala që prek, tek pala e cila impenjohet dhe nga ana tjetër merr përkthim një mosmirnjohje. Çfarë është në konceptin e para njëherë, në konceptin psikologjik dhe social mosmirnjohja, pse ndodh? Atëherë, nëse do ta përkufizonim kur flasim për sjelljen në aspektin social, është shumë e rëndësishme ajo se çfarë ne nxjerrim jashtë. Pra, si ne reagojmë në situatat në cilat na përçojnë emocione, përvojat tona. Dhe shpesh herë në marrëdhëniet ndërpersonale ne presim një ndjenjë reciprociteti. Pra, unë kam bërë diçka dhe si përfundim pres të marr diçka, qoftë kjo një inkurajim verbal, shumë faleminderit ose falenderime, apo dhe situata në cilat njerëzit kanë përçmërim më të larta. Pra reagojnë duke dhënë kontributin e tyre tek të tjerët me qëllim që ky të shumë fishohet, por kjo është një diskutim tjetër në fakt që lidhet dhe me disa problematika edhe nga aspekti psikologjik. Në aspektin psikologjik është vlera më e rëndësishme, thelbësore, nga e cila kanë derivate të gjithë vlerat e tjera. Është i parë dhe tregues, ju e përmendët edhe pak më parë çështja e karakteri, personaliteti, mënyra se si ne rritemi, përvojat që ne marrim. Dhe në aspektin psikologjik, kjo shikohet më tepër edhe me pritshmëritë që ne kemi, perceptimi që kemi në lidhje me marrëdhëniet që ne ndërtojmë.
Kur flasim dhe kategorizojmë si vlera, kemi parasysh ndarjen se çfarë është e mirë dhe çfarë është e gabuar, çfarë është e drejtë dhe jo e drejtë. Këto janë vlerat në fakt që na përcaktojnë. Përse është më thelbësorja, se në qoftë se referojnë edhe studimeve sociologjike apo dhe psikologjike, ju do të gjeni autorë të cilët shprehen në mënyra të ndryshme në lidhje me pjesën e mirënjohjes. Në qoftë se është folën për mos mirënjohjen, në qoftë se është shumë e thellë, kjo shikohet edhe si me probleme të personalitetit për përfitime të tjera, egocentrizëm, marrëdhënie narciste. Por, në qoftë se marrim në kontekstin edhe social, ne do ta shikojmë më tepër që do të lidhet edhe me pjesën e edukimit, me përforcuesit edukues që në moshë të hershme. Ka lidhje, do më thënë, edhe me problematika të karakterit, të personalitetit të individit që e ka, sidomos për ata që e ka kronike. Në qoftë se është kronike, patjetër që është një problematik. Çdo gjë e cila ndodh vazhdimisht, tregon, ju folët dhe pak më parë në fakt gjatë skenimit, dhe po tregonit se cili tregon veten e tij. Pra është pasqyrë e rëndësishme e asaj se si ne ndihemi. A ka njerëz që nuk arrin ta përcjellin siç duhet, kjo pastaj e ndan situatën, nëse është permanente. Por njerëzit të cilët përfitojnë nga kontributi i të tjerëve, e marrin atë të mirëqen, nuk kujdesen, patjetër që kjo lidhet me një problem kryesor të integritetit personal pastaj. Si duhet të jetë përgjigja në një situatë të tillë? Duhet të diskutohet nga pala që ndjen këtë mosmirënjohje nga pala tjetër, apo duhet thjesht të merret si një mesazh edhe material për të kuptuar se me kë ke të bësh? Në kontekstin social dhe psikologjik, në fakt, duke qenë se po diskutojmë reagimet e jashtme që është sjellja, nuk është se gjërat janë kaq të prera. Pra, nuk është se janë bardhë dhe gri. Ka raste që varet edhe nga marrëdhënia në cilën ti ndodhesh. Në qoftë se marrëdhëniet janë jashtëzakonisht shumë të ngushta, shumë intime, patjetër që ti pret minimalisht për një X veprim apo kontribut që mund të kesh dhënë mbështetje për tjetrin, edhe të diskutohet, sepse në mes është një marrëdhënie besimi. Ndërsa në qoftë se ndodh një situatë mosmirënjohjeje me kolegë në punë, kjo të ndryshon totalisht qasje në fakt, sepse marrëdhëniet janë më të ftohta, ti je shumë e vetëdijshme që aty konkurenca është shumë herë më e madhe. Dhe në kjo e zbeh, le të themin, edhe efektin emocional, pavarësisht se rëndon dhe është një përçues i rëndësishëm mesazhi për cilën ti duhet të tërhiqesh, duhet të bësh një hap prapa. Unë e përmenda gjatë skenimit që efektin pasqyrë, a është i shëndetshëm? A është një mënyrë për t'ia kthyer me të njëjtën monedhë apo me idenë me të njëjtën monedhë? Me të njëjtën monedhë. Që kur të vjen ti të presësh me gjakftotësi, që kur të vjen njëta situatë ti t'ia kthesh njëjtë. Unë mendoj dikush që jep një kontribut për një person tjetër ose sillet mirë, ka një reagim pozitiv. Në pamje të parë, kur nuk është investim i madh në kohë, pra nuk të është dashur shumë mund dhe përpjekje për të arritur aty, por ke bërë diçka spontane, edhe pritshmëritë për të patur diçka në mbrapsht nuk është se janë shumë të mëdha. Ose nuk duhet jenë. Nuk duhet jenë, në fakt, shumë të mëdha, sepse i bie që kjo është një vlerë të cilën ti e ke të sforcuar, të imponuar për të pritur diçka në këmbim. Ndërsa në qoftë se ndodhin në marrëdhëniet apo dhe në situatat në cilat investohet emocionalisht, dhe këto kryesisht janë miqësitë, marrëdhëniet familjare, pritshmëritë janë shumë të mëdha edhe për shkak të një marrëdhënie besimi konkrete që ndërtohet ndërmjet individëve. A ndodh që si pasojë e mirënjohjes këto marrëdhënie të ftohen? Patjetër që po. Ky është një proces, në qoftë se ti nuk e kuron një marrëdhënie miqësore, familjare apo dhe pune, ka shumë gjasa që kjo më pas të kthehet në një distancë emocionale. E vërtet. Tani, të shohim edhe anën tjetër të medaljes. Presim mirënjohje dhe marrim sipas nesh mos mirënjohje. A mendon që ndonjëherë thjesht nuk duhet ta presim? Ka situata që ne keq kuptohemi që mendojmë që duhet të ketë mirënjohje, po në fakt është diçka që të takon ta bësh. Pra për të mbrojtur edhe palën tjetër, se si interpreton, ndoshta pala tjetër interpreton si diçka të mirëqen. Do të bënim një krahasim. Në qoftë se ti jep një kontribut në punë, ose përpiqesh që në marrëdhënie hierarkie, pra je, le të themi, qoftë në administratë, në nivel specialistësh, dhe kryen shumë mirë një detyrë,
që në cilën del në pa institucioni, përgjegjësi, titullari, automatikisht i pret një vlerësim apo inkurajim edhe pozitiv në sytë të tjerëve. Dhe në qoftë se ti nuk e merr këto, në të tilla marrëdhënie, ka shumë gjasa që ky angazhim të ulet, performanca të bie, motivimi të bie. Por, në qoftë se do ta krahasoj me afërmitetin e marrëdhënieve, në qoftë se ty të lëndon jashtëzakonisht shumë, të mbeten gjurë mbrapa gjatë gjithë kohës dhe ti ngec këtu të ndal funksionimin tënd normal, atëherë kjo është, le të themi, jo e shëndetshme. Ndërkohë, në qoftë se ne investojmë dhe emocionalisht dhe në kohë tek personat e afërt, ne mund të presim automatikisht një kthim pas. Dhe kthimi jo gjithmonë duhet jetë, nëse ka qenë një gest monetar, duhet jetë patjetër monetar. Pra, jo të njëjtën formë, por të absolutisht. E rëndësishme është përcjellja e mesazhet dhe informacioneve edhe tek brezi i ri, tek fëmijët. Ndoshta ata janë edhe më pak familjar me këtë dhe ndjesia e parë që marrin mund t'jetë edhe me të vërtet shumë e keqe, pra të ndihen keq kur nuk marrin reagimin që presin kur bëjnë një gest të mirë. Si duhet t'ua themi brezit të ri, fëmijëve që kemi pranë për këto situata? Si t'ua shpjegojmë dhe si t'i sugjerojmë që të reagojnë? Fëmijët kanë një të menduar kritik diku në moshën e adoleshencës, në qoftë se ne ja kemi brumosur atë. Pra në qoftë se ne kemi përcuar tek ata vlera që vërtet mirënjohja është e rëndësishme. Dhe këtë nëpërmjet modelimit të sjelljeve, në qoftë se kam parë prindër që janë edhe falenderues, duket sikur falenderimi nuk është shpreha le të themi më superore e mirënjohjes, por në fakt është një tregues real dhe do mjaftonte një gest i vogël që një fëmijë të kuptonte. Në qoftë se ne nuk e kemi motivuar fëmijën, qoftë për të ndarë tek të tjerët, është shumë e rëndësishme që ne të rrisim fëmijë që janë altruist. Më pas të presim pjesën sa mirënjohës do të jenë të tjerët, por vetë ata sa mirënjohës janë. Në fakt, ne duhet të pranojmë që sjellja dhe mirënjohja është një vlerë që mund të mësohet. Dhe në qoftë se qëndrojmë këtu, ne duhet kemi besimin kryesor që një sjellje, siç mësohet, mund edhe të çmësohet. Sado që mund kemi investuar për ta bërë një fëmijë mirënjohës, mund kemi po ne që në një moment të caktuar mund të shkatarojmë besimin apo vetëvlerësimin që duhet ketë një fëmijë. Kështu që ne duhet të inkurajojmë fëmijët që pavarësisht asaj që vjen pas, ne bëjmë një gest pozitiv sepse e ndjejmë atë, sepse e mendojmë atë. Dhe zakonisht reflektimi ose edhe kur një situatë nuk shkon siç duhet, ose edhe vetë kuptojmë që nuk kemi sjell deri në mënyrën siç duhet, është hapi më i lartë edhe inteligjencës emocionale që ne ushqejmë tek fëmijët. E vërtet, po thjesht ndodh ndonjëherë që duke qenë se prindrit i thonë gjithmonë fëmijëve që të sillen mirë, të bëjnë gjeste të mira, të paktën për shumicën flasim, dhe sepse do të pasohet me këtë shprehje, sepse kur bën mirë të kthehet e mira. Dhe ndaj thash, ndonjëherë kur i mëson fëmijët kështu dhe ata e shohin që në fakt jo gjithmonë e mira kthehet me të mirë, mund të kenë një ndjesi zhgënjimi edhe që mund t'i fusin në një moment të errët që të reflektojnë nëse duhet me të vërtet të bëhet mirë apo jo. Mund ta them këtë me siguri që baza në krijimin e gjithë antivlerave dhe vlerave është sa real është vetbesimi që fëmia ka tek vetja, vetvlerësimi, sepse përgjithsisht fëmijët që kanë vetvlerësim të ulët përpiqen të bëjnë jashtëzakonisht edhe shumë për të tjerët, të jenë shumë altruist, ndoshta edhe për të fituar vëmendjen. Por, ky vetvlerësim, nëse është superior, ky çon në pjesën e mosmirënjohjes, në cilën ti e merr të mirëqen mbështetjen e tjetrit. Dhe nëse ne punojmë në parime të shëndetshme në lidhje me vetbesimin, me vetvlerësimin që një fëmijë duhet ketë, pra të mos jetë i ulët, të mos jetë shumë i lartë, ne nuk arrim më pas, nëse nuk arrim të kontrollojmë këtë, edhe kufi të shëndetshëm të një marrëdhënie jep dhe merr. Citoj që ne duhet i mësojmë fëmijët të mbajnë përgjegjësi për veten e tyre, dhe të krijojnë marrëdhënie besimi me të tjerët, sepse nuk mund bësh edhe gjeste të cilat ndoshta mund të jenë vetë sakrifikuese, sepse ndonjëherë mirënjohja, dëshira për të marrë mirënjohje çon edhe në gjeste vetë sakrifikimi. Dhe kjo patjetër që nuk është e shëndetshme. Kjo mund çoj nga një fëmijë i cili do duhet ndoshta të durojë një situatë pafavorshme në familje dhe për sa i përket dhunës në familje, në një fëmijë i cili në të ardhmen do të kthehet dhe do të ketë pritshmëri gjithmonë nga të tjerët. Pra është shumë e rëndësishme që balanca dhe kufiri e masës edhe normalisht balancës.
Mendon që është fenomeni mosmirnjohjes i përhapur në ditët e sotme? Unë mendoj se është i përhapur. Jo nga konstatime aq sa se ndoshta në një moshë caktuar të arrin të zgjedhësh dhe njerëzit që ke më afër vetes dhe se me këtë don të shkëmbesh dhe të qëndrosh më shumë dhe të kesh një marrëdhënie besimi apo ku mund të investosh më shumë. Por shumë i përhapur edhe në mosha më të reja. Nga puna dhe me adoleshent, me të rinj, si pjesë e United Right Foundation, është e jashtëzakonshme të shikosh se si fëmijë, adoleshent, të rinj, sapo mbarojnë marrëdhënien e interesit, ndërpresin marrëdhëniet si me thik. Kjo qoftë në të qenit shumë aktiv, qoftë në momenti që ka një marrëdhënie interesi që mund të jetë dhe një praktik supervizimi profesionale, mentorimi, në cilën duket se kur janë shumë të gatshëm për të kontribuar dhe më pas të shikon një zbeje të këtyre vlerave, që mund të tregojë dhe në gjeste shumë të vogla, siç mund të ndodhë e kundërta, ka që janë të jetë falenderues dhe për gjeste të cilat ti nuk i pret dhe që janë spontane, sepse varen pak edhe nga pjesa e karakterit që ti don të japësh, je person që kontribon, je solidarizues, je altruist. Prandaj dhe mirënjohja është vlera e vlerave, ndërkohë që antivlera patjetër është mosmirnjohja, sepse nga kjo mund kemi individ që janë gënjeshtar, që mashtrojnë shumë lehtë, që janë manipulues, që arrin të manipulojnë tjerë dhe t'i mbajnë peng edhe me një farë mirënjohjeje, sidomos në marrëdhëniet në çift. Në kjo pastaj bëhet bumerang edhe për pjesën e krijimit të një marrëdhënie në cilën tjetri është në disfavor dhe ndërkohë që shikojmë një individ që përfiton gjithmonë, që fajson të tjerët, që mund të jetë narcist. Për të rikthyer edhe një herë tek marrëdhëniet të cilat ti pret që të jenë afatgjata, ku ti investohesh. Dhe problematikën e mosmirnjohjes, çfarë dëmi ajo lë tek këto marrëdhënie afatgjata. Si duhet të komportohemi në raporte të tilla kur ndeshemi me këtë fenomen? Se në rregull në raportet e punës ose shoqërore deri diku, por në raporte që me të vërtet janë investime për ne. Du ta diskutojmë apo Patjetër. Komunikimi në fakt në cilën fazë, në cilin moment. E di kur ndodh që ne vëmë re mosmirnjohjen kur investojmë jashtëzakonisht shumë në një marrëdhënie kur ajo është drejt përfundimit. Ose në momentin që ne shikojmë që grumbullojmë inate, smir, mërira në lidhje me një person tjetër dhe ne nuk kemi komunikim. Kjo krijon një hendek. Dhe ky hendek, kjo distancë emocionale me çfarë mbushet, me ndjenjat të cilat shpesh herë fajsojnë tjetrin, me pasiguritë tona, dhe shumë e rëndësishme pjesa e komunikimit, e cila parandalon këtë pjesën e hendekut, por jep edhe mesazhe të rëndësishme se si ne mund ta ndërtosh sërish marrëdhënien, ose mund ta rikuperosh atë, mund të përforcosh atë. Mund ta shpëtosh. Patjetër mund ta shpëtosh dhe përgjithsisht kjo pjesa e mirënjohjes, mosmirnjohjes në marrëdhënie shumë të ngushtë, qoftë dhe intime, kjo shikohet kur marrëdhëniet janë në përfundim dhe palët tashmë janë në proces edhe fajsimit të njëri tjetrit. Gjithmonë në një marrëdhënie do ketë një pjesë balance që rëndon mbi njërin dhe është më mirë për tjetrin në fakt. E vërtet. Ne jemi shumë mirënjohës që ishe me ne sot në studio. Mirënjohës se unë ju shumë për këtë temë kaq interesante dhe për impendimin e jashtëzakonshëm dhe mendjen e bukur që ka gjithmonë Eva Idrizllari në emisione të tilla. Ishim me Esuarda Tallushemi që në këtë rubrik, të falenderoj shumë e dashur. Unë po zhvendosem në qendër të studios ku më pret Iva. Iku dhe Intja. Shumë shpejt. Iku dhe Intja, nesër është e premte, fillon një muaj i ri me energji të reja, nes na kanë munguar në muajin prill, po në muajin maj e dim që do jemi edhe më flak. Edhe më energjike. Urojmë që të keni kaluar sa më bukur shoqërinë tonë miq, edhe mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, qoftë në Instagram, qoftë edhe në YouTube. Do të shihemi nesër në orën 10:30, si çdo ditë në takimin tonë të përditshëm në ekranin e RTS 1 HD. Kalofshi bukur pas ditën dhe shihemi nesër. Pafshim.